Një falenderim të përzemër të gjithë anëtarëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim që morën pjesë dje me nivel jashtëzakonisht të lartë të pjesëmarrjes në zgjedhjet për kryetar dhe për delegat për komentën zgjedhore. Ka qenë një manifestim i mrekullueshëm i besimit tyre dhe i lidhjes tyre te LSI-ja dhe me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Po kështu falenderoj shumë ata qindra komisionerë dhe vëzhgues që garantuan një proces shëmbullor të votimit dhe njëkohësisht do të falenderoj edhe të dy kolegët e mi, zotin Roka dhe zotin Spahiu, për pjesëmarrjen e tyre në garë, për mendimet e tyre, për idetë e tyre, sepse dhanë kontributin për ta bërë gjithë proces edhe më demokratik, por njëkohësisht edhe për të rritur pjesëmarrjen dhe përfshirjen në këtë garë. Njëkohësisht dua t'i falenderoj të gjithë për mendimet, për kritikat, për vërejtjet e tyre dhe jam i bindur se tani nisemi drejt konventës zgjedhore të LSI-s në datat 3 dhe 4 dhjetor me më shumë ide, por edhe më shumë vullnet për t'i sinkronizuar ato dhe për të garantuar një LSI sipas vullnetit të antarësisë që u shpreh dje që kërkon më shumë nga vetja e saj në mënyrë që t'i japi më shumë për Shqipërinë.